Ta nuk për diskutojnë dekretin, se ka ndosh me që venin zgjedhje. Për këta, dekreti është një këthim mbrapa edhe një autogol politik. Ta kanë shpresu që gjykata kushtetuese na çon zgjedhje. Kushën këta, se dekreti është i presidentës. Opozita. Po, Jo, absolut. Veprimi, ju e keni pas në dorë dhe ju nuk keni Zënja Osmani e ka thirrë mbledhjen nëse zgaboj oran 8. Nëse mundemi se është e lehtë me duplifiku njëri tjetrin. Me fol përderisa ti nuk po flet. Këtu ke orë me fol ti, jo mes më lën me fol mu. Unë nuk lëm me fol se ti nuk je të fol drejt, për çfarë arsye? Se nive alo çfarë thash. Oran 8 e ka thirr konferencën për media. Ju jeni shku në mbledhje në zyre të saj oran 9. Ju s'di që keni qëllu ka kuvendi. A nuk i keni të 10 deputet? Jo. A nuk i keni të 10 deputet? A i ne kanë mbledhje të... Se nuk uleni në tavolin me boni marrëveshje politike. Po na i kena aftu partitë opozitore. Na nuk i shkojna në atyre në zyre. Na i kena aftu, hajde gjone kandidatin. Kur? Ju jeni të... Momentin e fundit... 3 partitë opozitore, jeni të pa aftë me nxjerrë një kandidat. Edhe 90 ditë mi avdhon. Edhe 90 ditë ju s'keni me mujtë më morë vesh. Përderisa ju pe keni shumicën parlamentare, po bëni lojna, për me mujtë me që 2 kandidat. Po pres, përfundoj, e pastaj e përfundoj. Se jemi në debat, nuk jemi në intervist. Nuk qëndrojnë, ti mundesh me thonë që ka dush. A një shku të presidentja oran 9. O edhe? Me 6 mars e ki fjallë. Qysh keni qillu ju ka që nga të kuvendit, ajo oran 8 e ka mojtë kuvend konferencë për media. Apo kuptën? Në Amerikë si jem të jetu. Po, në Prishtinë, për zyrëv t'juve, për ku dush më nisë për 10 minuta së në mërin të kuvendi. Edhe ju keni qillu aty, u kry konferenca në 8 e gjys, oran 9 keni hinë mbledhe, keni thonë hajde caktyna dotën e zgjedhje. A jetu e di qka i të fola jo? Qashtu është, ju keni dosh me caktu dotën e zgjedhje.